Dhuro një libër fëmijësh për bibliotekën e vogël të shtëpisë së fëmijëve parashkollor. Kjo është nisma mjaft interesante që ka ndërmarrë kësaj here organizata Ekomendje në ditën e librit. Të vegjellit e këtij institucioni janë njohur me rëndësinë e leximit të librit dhe kulturën që ne marrim pikërisht nga leximi i tyre. Në ditën ndërkombëtare të librit kena menduar me bërë një aktivitet letrar në bashkëpunim me shtëpinë e fëmijës parashkollor. Kena bërë një advokim për me dhuru libra, për me dhënë rëndësi leximit të librave të fëmijëve. Për me rrit bibliotekën e vogël. Po ashtu kena promovu një aktivitet tjetër që do të bëjmë prapë në bashkëpunim për leximin e librit, ku jo vetëm fëmijë, por çdo qytetar të Shkodrës ka marrë këto me bë një shtëpisë të librit për fëmijë. Ndërkohë drejtoresha Linda Kruja falenderoi Ekomendje për nismën që shërben si një nxitje për edukimin e fëmijëve dhe që ata ta duan sa më shumë librin. Padër të kësaj dite botënore të librit, ne në bashkëpunim me Ekomendje, cilën gjej rastin ta falenderoj për iniciativat shumë të bukura që bëjnë për çdo gjë edhe dedikuar kryesisht librit. Fëmijët duhet lexojnë sa më shumë. Mu më pëlqen një shprehje shumë e bukur që për të rritur fëmijë që të bëhen fëmijë të ditur të lexojnë pralla. Ndërsa për t'i bërë inteligjent duhet t'i lexojmë sa më shumë pralla. Edhe gjithë kjo dashuri e madhe për librin, nxiti ne që të bashkëveprojmë së bashku në këtë iniciativë shumë të bukur, që të lexojmë libra, t'i promovojmë dashurinë për librin dhe t'i nxisim të gjithëve duke i thënë që lexoni sa më shumë libra, sepse një libër i lexuar është një dritare e hapur. Aktivitetet e tilla janë shpeshherë në vëmendjen e organizatës Ekomendje, pasi pikërisht fëmijët e kësaj kategorie, më shumë se kushdo tjetër, meritojnë të përjetojnë momente të veçanta që të mos ndihen të braktisur nga shoqëria. Ndërkohë nisma të tilla duhet të shërbejnë për sensibilizimin e të gjithëve ne, pasi askush nuk është varfëruar duke dhuruar.